Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra, nesër e shtunë 28/6/2014 është dita e parë e muajit të shenjtë të bekuar të Ramazanit, në të cilin i Madhi Zot zbriti Kur'anin, librin udhërrëfyes dhe drejtues për mbar njerëzimin, përmes të cilit edhe obligoi agjërimin e këtij muaji. Ndaj më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës të auroj këtë muaj të bekuar e shumë dobiprurës për të gjithë besimtarët. Këtë muaj Allahu Gjeleshanuhu me zbritjen e Kur'anit e dalloi dhe veçoi nga muajt e tjerë, ngriti vlerën e këtij muaji dhe vlerën e atij i cili kryen obligimet të cilat urdhërohen përmes këtij muaji. Ti përkushtohemi më shumë se muajve të tjerë, nga se edhe vetë Muhamedi a.s. ishte ai i cili shtonte në adhurim e përkushtim, ndihmë me solidaritet edhe më të madh gjatë këtij muaji, me qëllimin e vetëm që të fitojmë kënaqësinë dhe begatitë e Allahut Gjeleshanuhu, të cilat i sjell ky muaj nëse obligimet i kryejmë me përkushtim e zemër të pastër. Allahu Gjeleshanuhu thot: O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim farz, sikur që ishte obligim dhe i atyre që ishin para jush. Mbaron citati. Forca e besimit në Zotin një, e cila fuqizohet edhe më shumë gjatë këtij muaji, e shtyn besimtarin të jetë edhe më i devotshëm e më bujar. Kjo forcë morale e cila buron nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës, bën që besimtari me tërqenien e tij t'ju nënshtrohet urdhrave të Allahut Gjeleshanuhu, që të punojë edhe më shumë për të fituar kënaqësitë e të Madhit Zot. Ramazani ka për qëllim të trokas thellë në shpirtin e besimtarit, për të rizgjuar ndjenjen e strukull thellë në veten e tij, nga mos angazhimi i bollshëm në përgatitjen e një shoqërie me vlera të larta, e cila duhet të jetë edhe më solidare me të varfërin, skamnorin e jetimin, shoqëri me vlera të larta e cila synon respektin e paqen mes njerëzve e jo armiqsinë e hasmërinë. Ky muaj përmes besimit e agjërimit kërkon afrimin e njerëzve mes vete, largimin e zënkave, pastrimin e zemrës e shpirtit, krijon mundësinë e shtrirjes së dorës së pajtimit mes njerëzve. Si asnjëherë më parë gjatë këtij muaji, edhe më shumë na kujtohet edhe llogaria që do t'i japim para Allahut Gjeleshanuhu për veprat e bëra gjatë kësaj jete, qofshin të mira ato liga, ato vepra. Ndaj mësimet e këtij muaji porosisin që zemra e shpirti i besimtarëve në vazhdimsi të jenë në shërbim të mirës dhe largimin nga e keqja, duke qenë në gjendje që të pranojnë agjërimin si një disiplinë morale e njerëzore. Besimtarë të nderuar vëllezër e motra, syfyri dhe iftari janë dy momente kur jemi të ulur pranë sofrës dhe ushqehemi nga begatitë e shumta të dhuruara nga ana e Allahut Gjeleshanuhu. Momente kur duhet të mendojmë edhe më shumë për ata të cilët nuk kanë çfarë të servojnë në sofrën e tyre. Të mendojmë se edhe i varfëri ka agjëruar me një përkushtim të madh, por sofra e tij është e mangët. Ndaj unë ju porosis të ofrojmë ndihmë duke shtrirë dorën e mëshirës nëse dëshirojmë të fitojmë mëshirën e pakufishme të Allahut Gjeleshanuhu. Të mos lejojmë që me pakujdesin ton të thyhen zemrat të shumë fëmijëve, që faqet e tyre të njoma të përloten në mungesë të një pakujdesie ton, por të solidarizohemi dhe të ndajmë çfarë kemi bashkërisht. Agjërimi dhe adhurimi të cilat i kryejm vetëm në shenjë respekti e bindje për krijuesin e universit, përmes të cilave lartësojmë shpirtin ton, e pastrojmë atë nga mëkatet e mëparshme dhe të pastër e përgatisim për takim me Allahun Gjeleshanuhu. Kjo arrihet vetëm kur e kuptojmë mirë porosinë e këtij muaji, e këtë porosi më së miri e kuptojmë nga porosia e Muhamedit a.s. i cili thot: Ai që agjeron Ramazanin me bindje, sinqeritet të përkushtim të plot, do t'i falen mëkatet e tij të mëhershme. Islami është fe e paqes, harmonisë e dashurisë, ndërsa Ramazani është muaji i mëshirës, rahmetit e solidaritetit. Ndaj të lutemi që ky muaj i madh, ky ibadet, të jetë një reflektim për ndaljen e konflikteve, trazirave e gjakderdheve në vatrat e krizës e njerëzimit të jetojnë në paqe e me lumturi. Vëllezër e motra, Ramazani kësaj radhe na gjen
me një të arritur të shmuar për popullin ton në rrugën drejt BE-s. Kështu, në prag të Ramazanit nga Brukseli, erdhi lajmi i mirë i shumë pritur. Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për BE. Përse uroj e përgëzoj gjithë popullin dhe të gjithë akterët që kontribuan për këtë arritje, me shpresë se së shpejti do jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Të nderuar motra e vëllezër, kam kënaqësinë që në emër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, që uroj muajin e Ramazanit të gjithë besimtarëve brenda trojave tona etnike dhe mbar mërgatës kudo që ata gjenden në përbot. Le të shpresojmë që me fillimin e agjërimit të muajit të Ramazanit, të gjithëve të na shoqërojë mëshira e Allahut dhe falja e Tij. Edhe një herë urime ardhja e muajit të shenjtë të bekuar të Ramazanit.